Donald Trump tallet me ilaçet për humbje peshe. Shumica thon kam ndryshuar, por unë nuk mendoj ashtu. Presidenti i Amerikës Donald Trump është tallur me funksionin e ilaçeve të cilat shërbejnë për humbje peshe. Në një deklaratë të cilën Trump ka bërë kohët e fundit, ka thënë se te shumica e njerëzve që i kanë përdorur nuk ka parë ndonjë ndryshim. Ndonjëherë ato funksionojnë, mendoj për disa njerëz, por shumica e njerëzve që kanë parë nuk duket se bëjnë ndonjë ndryshim, tha Donald Trump. Mediat e huaja shkruajnë se Trump solli shembullin e miqve të tij në mënyrë që ta bënte më të besueshme ato që ka thënë mbi efikasitetin e ilaçeve të dobësimit. Ai tha se shumë prej miqve të tij të shëndosh thonë se kanë humbur peshë, ndërkohë që ai nuk mendon të njëjtën gjë për to dhe situatën e tyre. Shumë miq që janë të shëndosh më thonë humba peshë dhe unë them nuk mendoj kështu, pohoi presidenti Trump. Donald Trump është tallur vazhdimisht me trajtimet gjithmonë më popullore për obezitetin, duke vënë në pikpyetje efektivitetin e tyre dhe duke i tallur njerëzit mbi peshë. Këtë gjë e rikonfirmoi në deklaratën e fundit që dha mbi medikamentet të cilat shërbejnë për humbje peshe.